Horoskopi datë 22 dhjetor 2025. Dashi. Dita ju nxit kujdes me vendimet financiare. Mos u nxitoni me shpenzimet impulsive. Planifikimi afatgjatë ju sjell stabilitet. Mund të lindin mundësi të vogla për të rritur të ardhurat, por një sjellje e kujdesshme është gjithmonë çelësi. Për sa i përket shëndetit, energjia do jetë më e mirë me ushtrime të rregullta dhe një pushim të planifikuar. Balancimi mes punës dhe pushimit ju ndihmon në stabilizimin e stresit sot. Ata që janë në çift duhet të përmirësojnë komunikimin, harmonizoni pritshmëritë me partnerin që të shmangni keqkuptime. Beqarët kanë një moment të mirë për të reflektuar mbi atë që kërkojnë në të vërtetë. Nuk është ditë e takimeve impulsive, por një e hënë për vetdije dhe analizë të vetvetes. Demi. Kjo e hënë nis për Demin me një ndjesi përgjegjësie më të fortë, sidomos në planin financiar, ku do ndjeni nevojën të rishikoni mënyrën si menaxhoni të ardhurat dhe shpenzimet, duke kuptuar se stabiliteti vjen vetëm kur vendimet merren me qetësi, jo nën impulsin e dëshirave momentale. Mund t'ju lindë një ide për përmirësim ekonomik ose një bisedë që hap rrugë për bashkëpunim të ardhshëm, por është e rëndësishme të mos nxitoni. Shëndeti kërkon vëmendje në aspektin e lodhjes fizike dhe tensionit të akumuluar, ndaj ritmi i ditës duhet të jetë i ekuilibruar me ushqim të rregullt dhe pushime të vogla të herpashershme që do t'ju ndihmojnë të ruani energjinë. Në jetën në çift, dita favorizon biseda të sinqerta rreth planeve të përbashkëta, sidomos atyre që lidhen me sigurinë materiale dhe të ardhmen, ndërsa një qëndrim i butë dhe mirëkuptues do e forcojë lidhjen më tej. Beqarët janë selektiv sot, do të kërkojnë diçka të qëndrueshme, por nuk do ta gjejnë. Binjakët. Për binjakët, kjo ditë sjell një fluks mendimesh dhe idesh, veçanërisht në lidhje me financat, ku mund të ndjeni nevojën të riorganizoni buxhetin ose të gjeni mënyra më kreative për të përmirësuar gjendjen ekonomike, por është thelbësore të mos shpërndaheni në shumë drejtime njëkohësisht. Një vendim i marrë me logjik dhe jo vetëm me entuziazëm do jap rezultate më të mira në ditët në vijim. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen mendore, prandaj nëse ndiheni të shpërqendruar sot ose të lodhur emocionalisht, ndaluni pak dhe jepini vetes hapësirë për qetësi. Në marrëdhëniet në çift, e hëna sjell në vëmendje komunikimin. Vetëm duke shprehur qartë mendimet dhe ndjenjat, do të shmangni keqkuptime që mund të lindin nga mungesa e vëmendjes ndaj partnerit. Beqarët kanë dëshirë për flört dhe biseda stimuluese, por në thellësi kërkojnë dikë që i kupton edhe në aspektin emocional. Gaforja. Gaforët përballen me një ditë ku ndjeshmëria është më e theksuar, gjë që ndikon dhe në mënyrën si i shikoni financat, pasi do të kërkoni më shumë siguri dhe stabilitet për veten dhe familjen tuaj. Është një moment i mirë për të menduar për kursime ose rregullimin e disa çështjeve financiare që i keni lënë pas dore prej kohësh. Shëndeti do të përmirësohet nëse i kushtoni rëndësi qetësisë suaj shpirtërore, sepse stresi emocional do të reflektohet edhe në trup. Në çift, dita sjell ngrohtësi dhe nevojë për afërsi, ku një bisedë e sinqertë ose një gjest i vogël dashurie do ta forcojnë më tej lidhjen. Beqarët ndihen nostalgjik dhe mund të mendojnë për lidhje nga e kaluara, por yjet ju sugjerojnë të mos mbërtheheni pas diçkaje që ka mbaruar, pasi përpara keni hapësirë për njohje më të shëndetshme afatgjata. Luani. Luani nis javën me dëshirën për të pasur kontroll mbi financat, duke kuptuar se është koha të tregojë më shumë maturi dhe largpamësi, sidomos nëse kohët e fundit ka shpenzuar më shumë se ç'duhet. Një rregullim i vogël sot mund të sjellë lehtësim të madh në ditët në vijim. Shëndeti kërkon balancë mes aktivitetit dhe pushimit, sepse tendenca për të tejkaluar veten mund t'ju çojë në lodhje. Në jetën në çift, dita nxit dialog të hapur dhe ndershmëri me partnerin. Duke lënë më një krenarin, do të arrini ta kuptoni më mirë njëri tjetrin. Beqarët janë magnetik dhe tërheqës sot, por duhet të jenë të kujdesshëm të mos luajnë me ndjenjat e të tjerëve apo me ato të tyret. Ky fillim jave kërkon ekuilibër. Mos neglizhoni sinjalet që ju jep trupi dhe alternoni aktivitetin me pushimin.
Rreziku i lodhjes vjen nga tejkalimi i limiteve fizike, prandaj është e rëndësishme të përqendroheni. Virgjëresha. Për virgjëreshën, dita sjell nevojën për qartësi dhe rend, veçanërisht në fushën financiare ku do ndjeni një shtysë të fortë për të analizuar çdo detaj, për të rregulluar shpenzimet dhe për të vendosur kufi të qartë mes asaj që është e nevojshme dhe asaj që mund të presë. Mund të merrni një informacion ose këshill të vlefshme që ju ndihmon për një vendim të mençur për të ardhmen ekonomike. Shëndeti lidhet drejt për drejt me rutinën tuaj të përditshme, prandaj çdo devijim nga oraret ose çdo mbingarkesë mendore mund të reflektohet në lodhje fizike. Ndaj kujdesuni për pushimin dhe ushqimin. Në marrëdhëniet në çift, stabiliteti vjen përmes veprimeve konkrete dhe jo vetëm fjalëve, sepse partneri ka nevojë të ndjejë mbështetje reale, jo thjesht premtime. Beqarët janë më selektiv se zakonisht dhe kjo ju ndihmon të shmangni zhgënjimet në të ardhmen. Peshorja. Peshorja përballet me një ditë ku ekuilibri financiar dhe emocional është thelbësor, sepse çdo vendim i nxituar mund të prish harmoninë që keni ndërtuar me mund. Është një moment i mirë për të rishikuar marrëveshje, për të bërë plane afatgjata dhe për të menduar si mund të krijoni më shumë siguri pa sakrifikuar qetësinë tuaj mendore. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit dhe tensioneve të brendshme, ndaj aktivitetet që ju ndihmojnë të relaksoheni janë më shumë se të nevojshme. Në çift, dita ju fton të gjeni një gjuhë të përbashkët, të bëni kompromise dhe të dëgjoni më shumë, sepse vetëm kështu marrëdhënia mund të eci përpara pa konflikte të panevojshme. Beqarët janë të hapur ndaj njohjeve të reja, por kërkojnë një lidhje që sjell qetësi, jo drama. Akrepi. Akrepi ndjen një intensitet të fortë të brendshëm, i cili reflektohet edhe në mënyrën si i shikon financat, sepse tani nuk jeni të kënaqur me sipërfaqen, por kërkoni të kuptoni thellë se ku po shkojnë paratë dhe çfarë po ndërtoni për të ardhmen tuaj. Është një ditë e mirë për analiza, por jo për rreziqe të mëdha financiare, pasi durimi do t'ju shpërblehet më shumë se sa vendimet impulsive. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale, ndaj çdo tension i brendshëm mund të ndikojë edhe në energjinë tuaj fizike dhe të jashtme, duke ju bërë të ndiheni më të lodhur se zakonisht, paçka se është fillim jave. Në çift, marrëdhënia do të thellohet përmes bisedave të sinqerta dhe ndarjes së ndjenjave që zakonisht i mbani për vete. Beqarët kërkojnë lidhje intensive dhe autentike, por duhet të shmangin lojrat psikologjike dhe të jenë të drejtpërdrejtë me atë që ndjejnë. Shigjetari. Shigjetari e nis javën me një frymë optimizmi, por yjet ju kujtojnë se entuziazmi duhet të shoqërohet me realizëm, sidomos në çështjet financiare ku një ide e mirë ka nevojë për strukturë dhe plan konkret që të jap fryte. Dita është e përshtatshme për të menduar për projekte afatgjata dhe për të bërë plane që lidhen me rritjen profesionale, personale dhe atë ekonomike. Shëndeti kërkon pushim dhe balancë, pasi mendja ka qenë shumë aktive dhe kjo gjë mund të çojë në lodhje nervore nëse nuk i jepni vetes kohë për pak qetësi. Në çift, sinqeriteti dhe respekti për lirinë e tjetrit janë çelësi i harmonisë, ndërsa një bisedë e hapur mund të zgjidhë disa dilema që i keni mbajtur për brenda. Beqarët janë të hapur ndaj njohjeve të reja, por kërkojnë dikë që i kupton dhe respekton nevojën e shigjetarit për hapësirë personale. Britsjapi. Britsjapi përballet me një ditë që e vë theksin të përgjegjësitë financiare dhe ndërtimi i një baze të fortë për të ardhmen, sepse tani jeni të vetëdijshëm se çdo hap i vogël i bërë sot do të ketë ndikim afatgjat. Është një moment i mirë për të rregulluar dokumente, për të planifikuar shpenzime dhe për të marrë vendime të matura. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes kronike dhe tensionit muskulor, ndaj mos e neglizhoni pushimin apo prenotoni një masazh. Në çift, serioziteti dhe stabiliteti janë në qendër të vëmendjes. Një qasje e matur dhe e qëndrueshme do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Beqarët janë më të prirur drejt lidhjeve serioze dhe afatgjata, kështu që nuk do të kënaqen më me aventura kalimtare.
Ujori. Ujori ndjen një nevojë të fortë për ndryshim dhe risi, edhe në aspektin financiar, ku mund të lindin ide të reja dhe jo tradicionale, por është e rëndësishme t'i analizoni mirë përpara se t'i vini në zbatim. Dita ju fton të mendoni jashtë kornizave, pa humbur kontaktin me realitetin. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj mendore dhe nevojën për qetësi, ndaj aktivitetet që ju ndihmojnë të shkëputeni nga rutina, do të jenë shumë të dobishme. Në çift, nevoja për hapësirë personale është të theksuar, por kjo nuk do të thotë distancë emocionale. Përkundrazi, një marrëdhënie e shëndetshme është ajo ku respektohet individualiteti i të dyve. Beqarët do të tërhiqen nga njerëz origjinal dhe ndryshe, me të cilët mund të ndajnë ide dhe vizione të përbashkëta dhe inovative. Peshqit. Peshqit e përjetojnë këtë të hënë me ndjeshmëri dhe intuit të thellë, gjë që ndikon edhe në mënyrën si i shikoni financat, sepse do ndjeni nevojën të veproni më me kujdes dhe të shmangni vendime të nxituara që bazohen vetëm në emocione. Dita është e mirë për të reflektuar dhe për të bërë plane që lidhen me sigurinë afatgjatë financiare. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje pushimit, ushqimit të mirë dhe gjumit, që të keni një mirëqenie emocionale, pasi çdo lodhje shpirtërore do të reflektohet shpejt në trup. Në çift, ndjenjat thellohen dhe krijohet një klimë romantike, ku empatia dhe mirëkuptimi e forcojnë më tej lidhjen tuaj. Për beqarët, ata janë të hapur për një dashuri që i prek në nivel shpirtëror dhe jo vetëm si përfaqësor, duke qenë gati për një lidhje që ka kuptim të vërtetë. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.